Jemi rikthyer sërish në studio, do të vjojmë diskutojmë në lidhje me raportin e Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim për tranzicionin në Shqipëri për periudhën 2025-2026, por njëkohësisht edhe qeveria shqiptare ka publikuar një dokument në lidhje me politikat ekonomike pritshmëritë deri në vitin 2029. Ne më gjërësisht do të diskutojmë me ekspertin e ekonomisë, pedagogun zotin Mateu Spau. Zoti Spau, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta, faleminderit. Nëse bëjmë një alternim të dyjave, deri në 2029 qeveria parashikon që ndërtimi, turizmi do të jenë shërbimet, do të jenë shtylla e ekonomisë sonë. Por Bergji dje publikoi raportin e tranzicionit që paralajmëron specifikisht për ndryshimet demografike, mungesa e fuqisë punëtore, plagja e popullsisë janë sfidat kryesore, që pastaj efektet ne i dim janë zinxhir. Si shikoni këto nëse i alternojnë për ta nisur dhe bisedën? Në fakt, në një pjesë janë të ngjashme, në një pjesë tjetër ndryshojnë. Janë të ngjashme në atë elementin e çfarë ndodh në periudha fatmesme, pra 3 deri në 5 vjet. Në sensin pikërisht, ndërtimi dhe turizmi kanë qenë në 3 vitet e kaluara motorët ekonomik të vendit. Dhe qeveria mendon se do të jenë dhe për të ardhmen. Ka disa dyshime. Por ka rreziqe. Edhe disa rreziqe, po, absolutisht. Dhe në fakt është një vijim tendence që nuk mundet të vazhdojë në pafundësi. Ne kemi të dhënat e turistëve, hyrje daljeve, por edhe të dhënat e netëve të fjetura në hotele kështu me radhë, gjitha të dhënat e Instatit që tregojnë që po, turizmi është në rritje, por nuk është më ajo rritja e 2 viteve më parë. Ishte 2 shifrore çdo vit. Ishte 2 shifrore. Rritja mendohet të jetë nga 3 deri në 6%. Pra, në vitet në vijim nuk mund të presim një rritje shumë domethënëse. Natyrisht ka projekte që po kryen, natyrisht po mendohet për një turizëm më elitar, pra është aeroporti Vlorës, janë vilazhet e reja që po ndërtojnë në bregun e jugut, vilazhet e reja që po ndërtojnë edhe në veri të Shqipërisë. Pritet shumë nga pakete maleve dhe nga elementet të tjera, por gjithsesi, pra nuk mundet të themi që turizmi, pavarësisht se ka potencial, mundet të jetë një lokomotiv pa ndërprerje për vitet në vijim. Në ditën kohë, duhet të sqarojmë se ndërtimi më të mirën e vetë ka dhënë. Është ciklik. Është ciklik, do vijojë të ketë një eksploat pozitiv, por gjithsesi brenda një normaliteti. Ato që mungojnë apelin e rritjes ekonomike është bujqësia dhe industria, që janë 2 shtylla kryesore. Dhe unë këtu do kisha pritur më shumë nga qeveria, pra në raport me planifikimin ose me parashikimin për të ardhmen. Më shumë punë, janë 2 territore, 2 zona, 2 sektor ku ka nevojë për punë, më shumë se sa për lek në vetvete, ka nevojë për strategjitë për të implementuar ato. Ne kemi qenë shumë të mirë për të inauguruar strategjitë, që kanë humbur në mes të rrugës, dhe asnjëherë nuk më kujtohet një përmbyllje një strategjie, më kujtojnë gjithmonë ceremonitë e hapjes, jo të mbylljes. Edhe mbi vendosën zakonisht, del një tjetër. Po. Ka një objekt, po. Dhe elementi është puna me vështirë pikërisht kjo, që lidhet gjithashtu edhe me elementin tjetër, që është kritika që Banka Botërore bën, ose më shumë se kritika e fotografia në situatë reale. Nëse ne nuk zhvillojmë deri një nivel të caktuar bujqësinë dhe industrinë, sidomos atë përpunuese, pra të letën, ne do vijmë të kemi norma të larta të emigrimit, sepse njerëzit i mban të lidhur me toka një bujqësi funksionale dhe aktivitetet të transformimit të produkteve bujqësore, pra një industri e lehtë. Nëse këto mungojnë, njerëzit do vijnë të ikin, sepse sido që ti të nënvizosh dëshirën për të zhvilluar IT-n, sa përfundojnë për IT, sa është tregu, sa mund të punohet. Pra, flasim qartë, pra është një sektor që meriton vëmendje dhe rritje, por le të themi shumica e njerëzve ka mësuar të lexojë dhe të shkruaj, por jo shumë më tej, kështu që ti imagjinosh eksperta i tjetër gjithë nuk është e arsyeshme. Aq më tepër që tregu vrapon, jo ecën me shpejtësi. Absolutisht po, pra gjithsesi edhe në këtë sens le të themi është një aspekt dhe një element i cili le të themi është e vështirë sepse konkurenca është globale, ndërkohë që në raport me këto 2 sektor të tjera, konkurenca bëhet maksimumi me vendet kufitare, po deri aty. Njëkohësisht, qeveria ka një objektiv që ta kthejë me ekonominë tonë nga konsumi drejt prodhimit. Dhe kjo do të bëhet nëpërmjet investimeve. Janë këto 2 sektorë që ju përmendët, zoti Spau, bujqësia dhe industria përpunuese, aty ku duhet vendoset fokusi në mënyrë që ne
të jemi realisht një vend prodhues, apo kompani e madhe prodhues? Një nga problemet kryesore që ka Shqipëria është që në bilancin e pagesave, për ata që na ndjekin nga shtëpia ta shpjegojmë pak, sepse ne flasim për importe dhe eksporte. Por më i gjerë është dhe bilanci i pagesave, pra. Bilanci i pagesave është si një familje që ka të ardhura dhe ka dhe shpenzime. Shqipëria në vijimësi ka gjithmonë më shumë shpenzime se të ardhura. Tani ku merren këto para? Këto para në një kohë afat shkurtër mund të merren borxh. Por në një kohë afat mesme dhe afat gjatë merren vetëm me anë të emigrimit. Pra ti detyron të çosh fëmijën tënd jashtë që të punojë për ty dhe të t'japi. Prandaj remitancat janë për 1 miliard. Okej. Prandaj remitancat vijnë të jenë të larta sepse vijon dhe vazhdon fluksi i emigrimit. Zakonisht remitancat duhet të jenë në rënje. Për shkak të zhvillimeve demografike që... Duhet jenë në rënje dhe edhe sepse remitancat në rënje denoncojnë një element që nuk vijon më emigrimi. Pra ata që janë emigrantë nga dalë stabilizohen në vendet e tjera dhe nuk dërgojnë me familjen. Sakt. Ndërkohë që fakti që vijojnë të kemi remitancat të larta sepse vijojnë që të një shqiptare të emigrojnë. Dhe në këtë sens, pra, është e qartë që nëse ne nuk zhvillohemi ato që janë sektorët bazë, nuk mundet të ngadalsojmë në fillim dhe të ndalojmë në moment të dytë emigrimin në vetvete. Ose ta çojmë ato në situata fiziologjike, sepse edhe italianët emigrojnë, edhe kanadezët emigrojnë, pra edhe ata të vendet të pasura shkojnë ku ka mundësira pune. Por ato janë zgjedhje personale, jo zgjedhje të detyruara. Dhe nuk është valë, nuk është masive. Atëherë, dhe kjo gjë bëhet me ndikimin ekonomik në këto dy sektor dhe ndikimin social në dy sektor të tjerë, që shteti duhet të kryejë, që një është shëndetësia, dhe tjetri është një arsim bazik, relativisht cilësor ose mesatar. Pra, nuk është e thjesht, pra, si që kuptojmë të ndalësh këtë valë, sepse jemi mësuar që prej 30 e kusur vitesh që mos të ndërrymë realisht në këto sektor. Dhe e kemi lënë në këtë sens në mëshirë të fatit, ajo vërtet sa shumica e buqërve nuk kanë asë letrën e tokës, jo më të imaginojnë ende aktin e përdorimit të 90-91. Pra janë reforma kurajoze, afat gjata, por fakti që janë afat gjata nuk është një justifikim që mos të fillosh t'i bësh. Gjithmonë kohë e humbur. Sepse është saktë kohë e humbur. Pra, dhe këto Banka Botërore këtë gjë tregon. Në këtë situatë, ne do vazhdojmë që të kemi një pikë në cilën popullsia do vijojë të kure, të rinia do vijojë të iki, dhe në këtë sens, një pjesë padyshim mundet të zëvendësohet nga emigrantët, por gjithsesi kjo gjë do krijojë probleme shtesë, sepse për një person që vjen dhe punon, merr gruan, merr fëmijët, dikush do i japi atyre asistencë sociale. Pra, mos ta bëjmë sikur nuk e dim se çfarë na pret, sepse mjafton të shkojmë në Europën perëndimore dhe kuptojmë që ka situata të vështira, ku sipërmarrësit duan të marrin punëtorët, po familjet e këtyre punëtorëve do banojnë në lagje me ne, do kërkojnë asistencë sociale, do rëndojnë atë që është pjesa e asistencës, që në Shqipëri është problematike që sot, provoni të imagjinoni skemën e pensioneve, jo më pastaj dhe shëndetësia dhe gjitha elementet e tjera. Kështu që janë llogari që duhen bërë mirë dhe në rang sistemi. Fatkeqësisht, deri më sot nuk kemi mësuar t'i bëjmë. Mosha mesatare është rritur në 43 vjeç, e ka thënë Instati, e tha dje edhe guvernatori Sejko, është në kërcënimet kryesore të ekonomisë sonë, plakja e popullsisë përjetoj, sepse tendenca do të vjojë të jetë drejtëritjes. Si mendoni se mund të jetë pastaj tregu i punës në tërësinë e vetë? Atëherë, tregu i punës në tërësinë e vetë do jetë një treg që nga një anë, nëse do e shikojmë në mënyrë individuale, nuk ka shumë për të qarë, sepse rroga do rriten, sepse ka më pak individ. Por një pjesë të biznesve mundet të mbyllen. Dhe Shqipëria do ketë një nevojë të madhe për emigrantë. Dhe ajo do vi vetvetiu në momentin kur ty të rriten rrogat. Ka filluar këtë situatë, sepse pikërisht pagat mesatare në Shqipëri, natyrisht në një rang europian janë nga 50 shtete janë të 40-at, por fakti që kemi 10 shtete nga pas do me thënë që një farë rrugë është bërë. Kemi qenë të fundit 20 vjetë më parë. Progres. Por nga krau tjetër, në rang global, ato pagat shqiptare janë në vendin e 80 nga 200 shtete. Kështu që në këtë sens,
Vëndi ka filluar të jetë interesant në thonjza për një pjesë të punonjësve. Por nga ana tjetër, duhet të flasim qartë, ata që do vinë dhe po vinë janë të varfër edhe nga pikpamja e përgatitjes profesionale. Ata vinë pak më të lartë krahasuar me vendin e tyre përjetësor. Kështu që dhe sjellim në vetë edhe një tjetër identitet dhe të tjera problematika që Europa po i ndjen mirë, edhe pas 20, 30, 40 vjetësh. Tani, çështja është, po mirë, po familjen shqiptare do ndihmojmë pak. Ky është problemi. Çështja është, këto çiftet e reja do i lejojmë që mundësisht të bëjmë minimalisht 2 fëmijë. Dhe kjo çështje, për shembull, shumë gjëra mund të bëhen. Që dalin 0-0 me shoqërinë, mos ndikojë negativisht. Sakt, që së paku të mbajmë këtë popullsi që kemi. Pra, ideja është një pjesë po ndodh vetvetiu. Pra, është rritur shumë urbanizimi në Shqipëri, pra popullsia që banon në fshatra është zvogëluar. Pse them që është një gjë e mirë, sepse të japësh të njëjtin shërbim një person që banon 30 km larg, duke filluar nga shkolla, transporti, rruga, dhe një person që banon 30 metra larg, është ndryshon, pra kushton shumë më pak ai që banon më afër, për shërbimet shtetërore dhe jo vetëm. Nga ana tjetër, duhen marrë masa konkrete, duke filluar nga ndryshimi i sistemit të taksimit. Ne kemi tatim mbi të ardhura personale, nuk kemi tatim mbi të ardhura familjare. Gjë që do të thotë që nëse jemi 2 persona që punojnë, një burrë dhe një grua, dhe nuk bëjmë fëmijë, tatohemi në një masë të caktuar. Nëse kemi bërë 2 fëmijë, tatohemi po në ato masë. Pra, stimuj agresiv për stimuluar pra, duhet që natyrisht nivelli tatimi të ullet dhe të merret një koeficient familjar, që ekziston sot në Itali, ekziston në Francë, edhe këtu nuk duhet të shpikim rrotë. E nisi administrata tatimore këtë vit për herë të parë aplikohet për çdo fëmijë, por zbritet nga baza tatimore. Atëherë, është një masë shumë dytësore që ka efekte shumë dytësore. 6.000 lekë mesatarisht për një rrogë mbi mesatare. Sakt. Pra, ideja është një hap timid, i ndrojtur, drejt një tendence të tillë, por është ende tepër i ndrojtur dhe ende, le të themi kështu, jo i leverdishëm. Aq e ndrojtur sa që njerëzit s'kan interes as ta aplikojnë. Nuk kanë një interes real. Pra, ideja është që duhet ecur shumë më shpejt dhe shumë më fort. Nuk mjafton që të japësh një shumë për një lindje dhe pastaj ta harosh. Ideja është, si ndodh në Luksemburg, në Francë, në Itali, më lejoni unë bëj këto krahasime sepse është aty ku dua të shkojmë, se mund të bëj edhe krahasime me Libin, po ideja është që nuk na intereson. Duhet të ecim para. Sakt. Pra, ideja është që aty, unë nuk të them të vëmë të njëjtën shumë sepse nuk janë ato mundësit, por jepen rreth 300 euro në muaj për çdo fëmijë. Me këto 300 euro, ata mundet të zgjedhin, të pagojnë panolinot, të pagojnë një pjesë të gjës, por e gjithë ideja është që të merret përsipër një ndihmë që të jetë mujore për së paku 3 vjeçarin e parë të jetës së fëmijës. Dhe pastaj, në raport me kopshtin dhe elementet e tjera, është e mirë që të rritet niveli i punësimit të grave, sepse objektivisht rritet prodhimi i brendshëm bruto dhe niveli i pasurisë familjare, por për të bërë këtë gjë, do duhet që të kemi më shumë kopshte çerte dhe të jenë publike. Sepse në Tiranë kemi sot më pak kopshte dhe çerte se që kishim në Tiranën e vitit 89, që kishte 200.000 banor dhe sot ka 800.000 banor. Dhe numri i çerteve dhe kopshteve ishte 68, sot është 40. Dhe përdoren, kam përshtypjen para dite, mbas ditës kopshtet. Po, dhe përdoren dhe shumica individëve i çon në kopshte private. Kopshtet private kanë një kosto minimalisht 2.000 euro në vit, minimalisht. Kjo është një peshë jo e vogël, po të llogarisni një pagesë për rreth 200.000 lekësh të vjetra në muaj. Hungaria pastaj për elemente të tjera, për çiftet të reja që është një sistem që le të themi kështu ka lidhje dhe ekziston sepse është taksa për strehimin, është aktualisht aktive, por po pagohet në lekë të bashkit. Në fakt, mundet të pagojë në apartamente, siç ishte ideja origjinale, që çiftet e reja të kenë akses me çmime normale, të favorshme, ose me kredi të favorshme për shtëpinë e tyre të parë. Shembujt janë gjithandej, zoti Spao. Ekzistojnë. Hungaria, për shembull, politika ka qenë jashtëzakonisht agresive për sa i përket çifteve të reja, duke nisur nga blerja e banesës, madje kishte edhe falje kredie tek fëmia i tretë, kam përshtypjen. Paratë e pagës që shkonin për kredinë e blerjes banesës nuk taksoheshin. Këtu da ne taksohen si për të parën, si për të dytën, në çdo rast parat taksohen kur merr kredi. Në Shtetet e Bashkuara nuk taksohen gjithashtu kur merr borxh për çdo arsye. Për çdo arsye.
Pra, quen detraksione dhe deduksione. Për t'ju dhënë një shembull, marrim dy shtete, Italinë dhe Francën. Në Francë u vendosë të ndiqej një politik në favor të familjes, në këtë sens. Në Itali gjithsesi donin, por nuk kishin mundësi për shkak të borxhit publik. Po. Diferenca është që sot Italia ka më pak se 60 milion banor, Franca ka 65-66 milion banor. Pra, 10% më shumë. Nuk është pak. Nuk është pak. Në 20 vjetë. Dhe tregon që po, këto politika kanë arsye të ekzistojnë dhe funksionojnë. Ka një koncept për ta bërë të thjeshtë çështjen. Nëse ju do banonit në Italinë e Veriut, në Austri, në Francë, qoftë edhe në Poloni, nuk do ndjenit nevojën të domosdoshme për të bërë i pasur. Sepse gjithsesi me të ardhura normale, mundet të jetonit për 8 orarçit me një hobi, me një diçka, me një jetë normale, pa luks, por me të gjitha elementet bazike. Ndërkohë që nëse jeton në një vend që perceptohet ndjeshëm pasiguria, pa qëndrueshmëria mbi pasigurinë, dhe ke domosdoshmërinë të fullës të zhduar në xhop, qoftë për shkollën, qoftë për shëndetësinë, dhe ku të drejtat e tua janë tendencialisht të luhatshme, pra të drejtat t'jepen si ndere, jo si të drejta, ke tendencën që të kërkosh të bëhesh i pasur, sepse me anë të parasë mundet të blesh gjithçka. Është e pamundur të imagjinojmë një vend ku gjithë janë të pasur, kështu që kjo gjë krijohet në një pak kënaqësi. Kjo është ajo forcimi i shpresës mesme. Një pak kënaqësi që të bën që të ikësh. Kështu që këtu është pikërisht ajo çështja e nevojës për krijimin e një shtrese të mesme, që nuk është thjesht një çështje sa e ke rrogën, por edhe çfarë shërbime do të plotësosh edhe ca kushte për të qenë shtrese mesme, duke nisur nga mundësia për bler një automjet, shërbimet shëndetësore e deri tek banesa apo të tjera arsye. Zoti Spau, rritja ekonomike parashikohet të jetë sërish 3.2-3.5% për deri në 2029. Është një rritje ekonomike që realisht i bën mirë ose shpërndahet në shoqërinë tonë, është e aftë për të krijuar vende pune, apo duhet jetë nivele shumë të larta? Shpresojmë të jetë kaq së pari. Sepse mund të jetë edhe më poshtë. Sepse kjo rritje, po të shikojmë se si është përllogaritur, nga Ministria e Financave dhe më pas se si është huazuar nga Banka Botërore, nën kupton pikërisht vjueshmëri të suksesshme të sektorit të ndërtimit dhe të turizmit. Pra, nëse ka goditje këtu? Pra, nëse këtu kemi goditje, është shumë e lehtë dhe shumë e thjeshtë që ajo rritje të zerohet. Pra, më shumë se vitet e tjera, dhe këtë edhe ekspertët din ta dallojnë mirë, ekonomia shqiptare, ndryshe nga vitet e tjera që ka pasur një rritje që ishte në shumë sektor, vitin e kaluar dhe si vjet, e ka këtë rritje të përqendruar në këto sektor. Bujqësia është në të kurje. Bujqësia është viti 6 që është në të kurje, dhe po reagohet shumë vonë dhe shumë ngadalë ndaj kësaj të kurje. Industria e rëndë. Industria është viti 3 që është në të kurje, kursi këmbimit, elementet të tjera, nuk është vetëm, le të themi kështu, përgjegjësi institucioneve shtetërore, sepse sidomos për industrinë, Shqipëria ka konkuruar mbi çmimin, jo mbi cilësinë e produkteve, kështu që natyrisht kur të ndryshon kursi këmbimit, të tjerët gjejnë 300 alternativa më të leverdishme. Pra këtu është edhe çështja ku do të prodhosh, çfarë do të prodhosh dhe ku janë përsitë konkurruese. Pra, e gjithë çështja është e lidhur, por unë besoj se ulja e nivelit të burokracive, hapja e tregjeve, mundësia për konkurrencë dhe konkurrueshmëri, zvogëlimi i ecejakeve në raport me shtetin, do të ndihmonte shumë ekonominë shqiptare. Dhe do bënte që vendi të rritej edhe në sektor që ne s'do ta mendonim fare, sepse individët, njerëzit, sot, pas 35 vjetësh, e kanë shumë të qartë që rritjen ekonomike, mirëqenien e tyre duhet ta ndërtojnë vetë, nuk presin gjë nga shteti. Por presin së paku që shteti t'i lërë ta ndërtojnë. Pra, në këtë sens, po shikojnë një tendencë në administratë relaksimi të tepërt dhe një lloj lëshimi në raport me punët që duhet të kryejnë. Pra, në këtë sens duhet të rimarr pak në kontroll situata dhe duhen marrë disa masa, vurare në rastin e Vlorës. Nuk jam kur për fushata kështu pastruese kështu në përgjithësi, por ka disa institucione që realisht kanë nevojë për të patur një kur, le të themi kështu, dobësimi dhe rimuskularizimi. Për të rikthyer më të fuqishëm pastaj.
për të rikthyer në një eficiencë të durë. Dhe një ish president amerikan ka thënë që një ekonomi ecën shumë shpejt me një naftë të lirë. Absolutisht e vërtet. Dhe naftë dhe energji të lirë në përgjithësi. Kështu që ne jemi vendi ndër 5 vendet që kanë naftën më të shtrenjtë në Europë. Sepse shumë e lehtë për tatimet, me 4 doganier, të mbledhë aksizat, se sa për shtetin, për gjitha strukturat e tjera të luftojnë informalitetin, që është i pranishëm në Shqipëri. Tani, kjo gjë nuk është një gjë që bëhet në një vit, por nëse ekziston vullneti, në një kohë fatmesme arrin rezultate domethënëse. Dhe për ta mbyllur bisedën, zoti Spau, dhe për të rikthyer tek pyetja që u bërë pak më parë në lidhje me rritjen ekonomike 3.5, 3.7% pavarësisht sa është. Sa duhet të jetë në mënyrë që ajo të krijojë mirëqenie, të krijojë vende pune këtu? Atëherë, unë besoj se në rastin se le të themi kështu, kjo rritje ekonomike edhe me 4% mund të krijojë vende pune. Por çështja është çfarë masa merren. Pra nëse ne merrim masa në favor të sektorit bujqësor për një futje brenda lishmërisë, sepse është një sektor që është në pjesën më të madhe jo i dukshëm, është informal. Dhe marrim reformat të tjera, vetvetiu numri i punësuarve që do paguajnë taksa do rritet. Por unë besoj se aktualisht Shqipëria po rrit vendet e punës 10 deri në 15.000 në vit. Ka nevojë për një rritje rreth 50% më të lartë, 18 deri në 20.000 vende pune. Nëse tregu arrin të ofrojë vende pune jo të paguara me pagë minimale, me këto nivele, ne nuk do kemi më problemin e emigracionit.